secili bën më mirë atë që di të bëj më mirë. Dikush bën më mirë të flasë, dikush të shaj. Ajo që ne di të bëjmë më mirë është të bëjmë punën. Edhe besoj se puna është përgjigjja më e mirë për Shkodrën. Shkodra nuk ka nevojë aq shumë për një temperaturë politike, sesa ka nevojë për një motivim pune. Vetëm këtu ku jemi, ne kemi hyrjen e Shkodrës, si duket atje, kemi urën e Bashallekut që po bëjmë. Ky investimi që filluam sot është investimi i rrugës Shirok Zogaj. Po pastrojmë liçenin, po heqim Dajlanin që të bëhet i shërbim. A ka më shumë përgjigje më të madhe, më të bukur, më të qetë për qytetin se sa kjo. Kështu që nuk do preferoja ta jap përgjigjen me fjalë, po le ta japim me punë edhe secili e kupton. Pa diskutim. Edhe unë besoj se gjithë qytetarët e Shkodrës tashmë e pëlqejnë politikën e punës. Kjo është ajo që dinë të bëjmë. Shpresojmë që kjo do të dalë edhe në zgjedhje si një mesazh shumë i fortë i Shkodrës për atë që po bëhet, për energjinë që duhet të sjellim qytet. Unë besoj se është mesazhi më i mirë.